lejoni që t'ju përshëndes të gjithëve veç e veç dhe bashkarisht dhe për t'ju falenderoj për praninë e juaj për ta trajtuar një temë që, siç u thamë të drejtë nga parafolësimi i nderuar, është çelës i perspektivës, prosperitetit, po edhe i harmonisë tonë edhe ndërfetare, edhe brenda fetare, pra brenda fetare, kuptohet se çka po duhet them, dhe në relacion me popujt dhe kombet tjera që na rrethojnë në civilizën ilirike në Ballkan dhe gjithandej në botë. Bashkëtesa, harmonia fetare ka qenë gjithmonë vlerë mbi vlera, në aspektin në sfondin historik dhe aktual do duhet ishte. Në temën që do të përpiqem brenda minutave, para 7-8 minuta 10 apo jo, po, ka të bëjë me pozitën kushtetuese juridike të bashkësive fetare sipas gjendjes aktuale që kemi në Kosovë dhe çka duhet bërë që kjo gjendje të kalohet, sepse është një, ashtu si fatkeqësisht kemi një ngërç, një paralizë institucionale që e patëm deri me tani gati një vit, kemi edhe këtu një ngecje cila që nga koha e UNMIK-ut me një rregullore të UNMIK-ut e transformuar në kuvend, po pa ndryshime esenciale. Të gjithë ne jemi të vetëdijshëm dhe jemi dëshmitar të asaj administrate të UNMIK-ut, se sa ka qenë edhe cilësore dhe sa ka qenë përmbajtësore, sa ka qenë pozitive në favor të shumicës shqiptare në këtë vend, po edhe të komuniteteve tjera. Prandaj është një temë që do duhej të kaluar bashkarisht, angazhimi i bashkësisë islame dhe gjithë neve, si shumicë dominante, absolute, disa thonë 93, disa 96, është evidente që ne jemi popullsi dominante këtu dhe edhe demokracia po të doni, e cila fatkeqësisht nëse ekziston, po rënohet gjithnjë më tepër, qoftë në Europën kontinentale, qoftë në botë, e proklamon parimin e saj kryesor, sundimin e shumicës. Ndërkohë që ne këtu, po flasë gjithnjë për temën, edhe me kushtetut, edhe me ligjin për lirit fetare, edhe me projekt ligjin, sepse vetëm këto dy akte kemi tash për tash në këtë periudhë prej 2006 se këndej, në trajtim dhe në mos përfundim, thjesht Kosova trajtohet si shtet i qytetarëve dhe jo ashtu si do duhet të definojë edhe me kushtetut edhe me ligje tjera i shumicës, pra asaj shumice demokratike që ekziston në shekuj këtu. Ne kemi një ligj që po e përmendi prej 2006-2007, i cili është shumë i mangët, sepse kemi qenë gjithë ne në një mënyrë në një tjetër në kontakt dhe pjesë, unë personalisht kam qenë me modesti po e them pjesë e ekspertizës kinse me UNMIK-un për të bërë ligje sa më të mira, po ato rregullore që ishin nuk ishin asnjëra prej tyre në nivelin e duhur dhe për më keq nuk ishin në dobi të shumicës. Pra në funksion të parimit kryesor të demokracisë, sundimi i shumicës. Dhe edhe ky ligj ka mangësi të shumta, të cilat janë ashtu vrejtur, janë hetuar dhe janë vlerësuar edhe nga përfaqësuesit e bashkësive fetare, po edhe nga ne që merremi me këto punë, kemi bërë përpjekje që të përmirësohet gjendja, të kalohet gjendja, të definohen gjërat si duhet, por deri më sot nuk ja kemi dalur. Natyrisht ne jemi pjesa periferike e angazhimit, sepse janë institucionet ato të cilat do duhet ta bënin punën e tyre, nuk e kanë bërë edhe për shkak se kemi formulime kushtetuese në kushtetut të cilat bllokojnë, krijojnë bariera të pakicës ndaj shumicës. Kjo ndryshe në doktrinë quhet tirani, ose tiranizim i pakicës drejt shumicës. Por sidoqoftë janë çështje tjera këto. Ne sa i përket ligjit në fjalë, kemi pasur vrejtje, janë vrejtjet evidente, janë mos pajtimet dhe përpjekjet edhe të kuvendit Kosovës, edhe të qeverive një pas një, sidomos në vitin 2014, 17, 20, po edhe në vazhdimsi nuk kanë dhënë rezultat për shkak të një pengese që kemi në kushtetut, e ajo ka të bëjë me të drejtën e vetos komuniteteve pakicë,
të cilat përveç shumicës nga 80 nga 120 deputet, e kanë edhe një barierë, një mundësi që e kanë lënë tuj që na kanë imponuar edhe ligje tjera dhe kushtetutën, që duhet ketë edhe një shumicë të komunitete pakis. Ato komunitete pakis, ju e dini, janë me vendet rezervuara, 10 janë takojnë komunitetit pakis sërbë dhe të tjera komunitetet tjera dhe këta vazhdimisht bëjnë 14, që dhe 14 për t'i bërë është vështirë, sepse edhe ky ligj, edhe disa ligjet e tjera të ashtu quajtur të interesit vital bëjnë pjesë në këtë formulën e pengesës të vetos, që këta e bëjnë dhe mund ta bëjnë dhe po e bëjnë dhe nuk kanë ardhur, pra nuk kanë marrë pjesë në votim për ta bërë forumin qoftë në kuvend, edhe pse shpeshherë projekt ligji, ma vonë pas ligjit që përmenda, 2006-2007, ka kaluar në qeveri prej qeverisë në parlament ka ngecur dhe ne sot e kësaj dite nuk kemi një ligj të mirëfillt i cili e siguron pozitën juridike të bashkësive fetare. Ajo që tani është e paqëndrueshme, është e padefinuar dhe nuk është e drejtë, është diskriminuese. Përkundër faktit që nuk ka as me kushtetut dhe as me ligjin e fjalë një fe që është zyrtare në Kosovë. Pra, pa dashur që të nënçmojmë asnjë njeri që i beson Zotit, Zoti është një dhe i të gjithëve, por nuk mund të barazohen, sikur ata që përmendan një përqindje dominante historike të islamit në Kosovë, me ata që vinë këtu, me gjithë respektin si musafir, bëjnë do një punë, bëjnë do një grupë, sepse ligjin lejon mundësinë që 100 persona mund të bëjnë një bashkësi fetare. Dhe pastaj keni parasysh, këtu ka dhe kapela të ndryshme të formuara që derivojnë dhe devijojnë nga ajo që quhet rrugë e Zotit, për të gjithë nga të gjithë, ose do duhet quhet dhe të respektoj maksimalisht. Por si do qoftë pra ligji ka mangësi të mëdha dhe si i tillë do duhej që të ketë një interkomunikim më të mirë në mes në radhë parë të bashkësive fetare që ekzistojnë dhe funksionojnë në Kosovë, ndërkohë që përsëri në frymën e ligjit, për shembull, dhe të projekt ligjit, bashkësia njëra nga bashkësitë fetare, Kisha Ortodokse, përkufizohet si Kishë Ortodokse Sërbe. Nuk është njëjtë të ishte përkufizimi Kishë Ortodokse në Kosovë ose e Kosovës, bashkësia ose bashkësia ortodokse, siç është bashkësia islame, bashkësia hebreite, dhe ajo nuk është mirë definuar dhe drejt, por kjo është një thjeshtë e cila na qëndron në derë përpara çdo hapi që mund të bëhet, sepse Kisha Ortodokse Sërbe është dhe duhet të jetë në Serbi. Ne dhe Serbia jemi 2 shtete të pavarura. Ndërkohë që ky përkufizim e mohon çdo individ besimtar shqiptar, sepse edhe shqiptarët, siç e dini, kanë përkatësinë një pjesë e shqiptarëve, sadoqoftë, s'është më rëndësi numri. Individi një, sa të gjithë jemi para Zotit dhe para ligjit barabartë, ose do duhet ishim. Dhe kemi ata nuk kanë, faktikisht nuk ekziston kisha tyre. Të mos flasim për trashëgimin kulturore që kishat, edhe kishat që janë në Kosovë, një pjesë e madhe e tyre të pakten, për të qenë modest, me që nuk kemi edhe studimet mirëfillta ende, do duhet kishim më shumë, është shqiptar, janë kisha shqiptare. Qofshin ato katolike, qofshin ato ortodokse. Por, sidoqoftë, Kisha Ortodokse Sërbe është definim që pastaj prek sovranitetin e Kosovës. Respektivisht shtrin sovranitetin e Serbisë, në Kosovë në aspektin kishtar, aspekti kishtar fetar, pra fetar, në shumë se kaq, ka jashtëzakonisht pjesë të madhe të rëndësishme në sovranitetin e një vendi, e një populli. Dhe kjo, pastaj, kur i shtohen marrëveshjet që janë bërë fatkeqe për Kosovën, madje edhe kjo e fundit e Brukselit dhe aneksi i Ohrit, si duket, ne nuk i kemi gjitha dhënat, mjaft përpiqemi që të nxjerrim dhëna, thjesht në një mënyrë një tjetër lejojnë mundësinë e eksterritorializimit të kishës ortodokse
sërbë, asaj sërbë, jo kësaj që do duhet ishte e Kosovës, për kufizuar me ligj, në Kosovë. Pra shtrirja e sovranitetit. Ndërkohë që sovranitetet në shumë shtete ortodokse, në Greqi, Sërbi, në Rusi, Belorusi e të tjera, janë predominante ato fetare, autoritetet fetare, në përcaktimin edhe të frymës se një populli, edhe të politikave të ati populli gjithësisht qeverive të tyre. Pra, kjo është një formulim që do duhet që prek gjithë kënd, dhe që nuk është në frymën e kushtetutës dhe as ligjeve të Kosovës, thash sepse ne fatkeqësisht nuk jemi shteti për kufizuar i shumicës shqiptarë dhe të tjerëve që jetojnë aty pa diskriminuar askënd, po jemi të gjithë qytetarë që do të thotë si ai që është 1 dhe i ka 20, për shembull Malazes 120 dolën para do vitesh, tash edhe ata i kemi kthyer sepse në kushtetutë nuk janë, edhe kroatët po doin me kthyer, po le të kthejnë, po jo në kushtetutë, ju lutem. Çka do të thotë ajo? Do të thonë po e bëjmë këtë vend të askujt, si që ka bë Evropa, fatkeqësisht edhe po e trajton si terra nullius thonë ata latinët e vjetër, do të thonë tokë e askujt, po kjo nuk është dhe nuk ka kuptim. Dhe është një termin tjetër për të mos u lodhur me tjera dhe për të mos e marrë kohën e të tjerëve, që për shembull të bashkësitë të Meshiati atje i tarikateve është shtuar në projekt ligj, dallim prej ligjit ku ishin 5 të numëruara 5 bashkësi fetare tradicionale me sfond historik. Tani shtohen bën 7 dhe në mes në tyre përveç tarikateve të tjera edhe Bektashin. Po Bektashin janë njërin nga 12 tarikatet dhe është pjesë e tyre. Pse në mënyrë të veçantë? Si, çfarë argumenti ka historik dhe shkencor? Historik ka qëndrueshmëria nëse dëshirojmë të jemi objektiv, bashkë me ato të tjerat, por çka më tepër, pse më shumë? Shihni eksperimentin e Diramës, për shembull me atë shtetin e pretenduar atje të Bektashinit, që është thjesht një përpjekje e jashtëzakonisht e dëmshme, edhe me pasoja kombëtare, edhe me pasoja fetare. Sepse nëse dikujt mund t'i jepet edhe të coptohet, në 6 pjesë jemi të coptuar në Ballkan, tash po donë edhe brenda me të coptuar dikush, atëherë po edhe të tjerët, shumica, edhe atje janë 70% shqiptarë musliman në Shqipëri, ata kanë të drejtë edhe më shumë natyrore, nëse këta pas kanë të drejtë. Pastaj edhe 20% ortodoks edhe 10% të krishterë katolik, çka u bë me shqiptarët? Të tjerët në 6 pjesë, në 60 pjesë, po e coptojmë me të vetën. Pra, gjithë këte po e them dhe po përpiqem që ta përfundoj pa lexuar këtë tekstin që e kam përgatitur, që thjesht ky ligj, kjo sag, kjo disejat, që është me këtë ligj, nuk i bën nder askujt. Unë mendoj që edhe ju si zyrtar të rëndësishëm, secili nga tjetri dhe nga vetvetja, e me vetveten, me tërë që ne duhet të angazhohemi bashkë me ne jemi këtu pikërisht për të ndihmuar dhe jemi me ju, kemi qenë edhe më herët, pikërisht në këtë shtëpi të Zotit Pacolli, jemi përpjek, më kanë thirrë mua atëherë për të mos qenë jo modest, që këtë ligj ta marrë në dorë, kam përpunuar, ja kam çu, po edhe Evropa nuk donte, edhe këta nuk donin. As qeverit sa duhet, sepse nuk e bën mirë. Po mandej edhe ne të tjerët, s'po them ju askush, me emër, por bashkësitë fetare, dikush diçka tjetër, pra nuk ishim unik. Të paktën ne mund të jemi unik, do duhet të jemi unik, ta kemi një ligj i cili siguron, ashtu si thot kushtetuta, edhe ligji në fuqi, megjithatë i ka disa të drejta transishme, kushtetuta e njeh lirinë e plot fetare, ndërkaq ligji në fuqi lirinë e adhurimit ose të tubimit, lirinë për të themeluar dhe qeverisur institucione humanitare dhe bamirëse, lirinë për të prodhuar, siguruar dhe për të përdorur gjësen dhe materialet nevojshme për kryerjen e riteve ose zakoneve të fesë ose të besimit, lirinë e shkrimit, nxjerrjes shpërndarjes publikimeve relevante, lirinë për mësim feje apo besimin në vendet e destinuara për këtë qëllim, e të tjera liri, pra ka një gërshet të gjerë të atyre të drejta mirë, por në qoftë se nuk kemi status juridik të definuar, ne jemi pezull. Nuk e di ju si jeni të regjistruar, po unë e di si duhet jeni të regjistruar. Do duhet kishte një status juridik të veçantë, jo si OJC.
Ndërkohë që ju keni pozicionin e lejuar vetëm si OJQ të organizoni. Njëjtë sikur ai, me gjithë respektin ndaj kujdesit ndaj plumave, ose zogjve shtektar, dikush sikur ne, pa nuk është njëjtë. Kemi parasysh që fryma, ideologjia, përkushtimi, besimi i një populli që reflektohet dhe katalizohet përmes besimit në Zot dhe fesë përkatëse, është diçka që është madje para shtetit. Nëse është ashtu, ky shtet do duhet bënte më shumë. Ne nuk po duhet të adresoj as në një qeveri më herët, as në këtë qeveri përgjithësinë, por ne në radhë parë po duhet ju lusë me respekt dhe përunësi që ne të kemi një mirë kuptim ndaj njëri tjetrit me këto bashkësi tjera fetare. Dhe relacion me marrëdhëniet e shtetit. As marrëdhëniet e shtetit me bashkësitë fetare nuk janë të rregulluar me këtë ligj. Do duhet të rregulloheshin marrëdhëniet e shtetit me bashkësitë fetare, jo organizimi brendshëm siç është këtu i bashkësive fetare, sepse është autonom. Askush s'ka të drejtë përveç nëse bien ndesh veprimet tona si besimtar të Zotit me veprimet gjithësisht ligjet e shtetit, tek atëherë mund të reagojë shteti edhe ka drejtë të reagojë. Deri atëherë është drejta jone absolute për të organizuar në mënyrë autonome edhe bashkësitë tona dhe njerëzit që na besojnë edhe populli i tërë. Krejt këto janë të parregulluara me këtë ligj dhe me këtë projekt ligj, prandaj po bëj apel ndaj gjithëve, në radhë parë ndaj institucioneve, po edhe mes nesh, që thjesht mos kemi ngërçe mes nesh, sepse besoni para botës po skuqen unë edhe po besoj po skuqen edhe ju çka po na bëjnë këta prisit tanë, jo fetar, po këta tjerë politik, duke u grinë me njëri tjetrin në dëmin e vetvetes dhe të popullit të tyre. Pra, sidoqoftë kjo tryezë besoj që do të jetë shumë e rëndësishme, unë edhe një herë falenderoj organizatorin, posaçërisht kontaktin e parë kam pas me Imam Hashanin, dhe ne edhe më herët që ta them edhe këtë fjali dhe po e përfundoj, para luftës kemi bërë përpjekje dhe ndër përpjekjet dhe kontributit kryesor ka qenë edhe Imam Hashani me disa të tjerë, po në rregullimin e pozitës atëherë, ne kemi ditë ta bëjmë atë, besoni, edhe tash dim ta bëjmë, po s'kemi në dorë, unë e profesor Milazimi e disa të tjerë. E kemi rregulluar marrëdhënien e Bashkisë Islame me shtetin dhe kemi bërë kontratat me të cilat janë rregulluar edhe pensionet edhe shumë të drejta tjera dhe sigurimi shëndetësor dhe social, jo vetëm i atyre shërbësve të fesë islame si qeni ju, por edhe të familjeve të tyre. E tash, pas 50 vitesh, ne në një shtet të pavarur, kur do duhet kishim edhe përgjegjësinë, edhe autorizimet ndaj njëri tjetrit, ne pra me shtetin, ne me zveti, edhe me fe tjera, edhe me atë ortodokse, edhe pse e dim nëse çka bëjnë, çka kërkojnë ata, për çdo ditë edhe çka përgatisin. Po marrë parasysh, nëse ka vullnet mirë, do duhet që t'i rregullojmë këto marrëdhënie dhe natyrisht duke qenë këmbgulës që thjesht pozita, relacioni, funksioni historik i Bashkisë Islame dhe bashkësive tjera fetare, por kjo është më e madhja, të jetë i pacenuar dhe i fuqizuar për më tepër për të tanishmen dhe të ardhmen. Ju faleminderit për vëmendjen.